numëru 5 kuti, edhe pse mesatari është maksimalisht 2. Ju numëru 5 kuti, e që ka gjosa që disa për ty një numëru edhe shkele shka, pa mbikëqyrje, edhe dakordimi si... Më të risuru si i ke një 5 kuti me marrë me ditje. Me marrë me ditje. Kështu që edhe kjo është problem vetë vete, po unë besoj që ka rëndësi është KQZ-ja edhe institucionet tjera do të me garantu e para furnizim plotet pa ndërprej me energji, se mjafton mos me i besu edhe QNR-s, edhe veç mundim me paramendu se qa mund të ndodhë këto. Rryma unal. Tash nëse aty tentohet me u improvizu numrimin tërë që dëgjova informacion ose ndërprejt përkosisht, kjo është sinali jashtëzakonisht i keq, për shkak se me do drita, me do lomba për mi nuk administrohet procesi. Nëse ndërprejt në anën tjetër është haloma problem, se të regën që njerës janë isin me dyshu edhe QNR-ën. Tash nëse nuk i besojmë as QNR-s, atë nuk e di kujna kamena me të. Folëm për disa mostra. Tash vendimi i KQZ-s është për me shku në nëmrim në nivel nacional. Çka pret ndryshim? Çka ndodh? Cilat jenë pritshmëritë? A mund të merren si model Prizreni, Podojeva, për cilën po folim si tash veç që kena mostrat, edhe Ferizaj? Çka nëse na njihun i njëjti trend? Tash në këtu 20 komunat e para që janë rinumëruar disa plotësisht e disa pjesë që me veç 10%, del që në fakt ka komuna të cilat nuk është se kanë shumë probleme. Të zojmë, ka ekzistuar një lloj jo pritshmërie mbase më shumë para gjykimit që në Skenderaj ka me pas shumë probleme, po del që Skenderaj është më mirë sa Gjilani, Gjakova e plot komuna tjera. Skenderaj po del më mirë se krejt. Po më mirë sa tjera edhe pse është rinumëruar 100%. Kështu që besoj që arsyeja kryesore pse ka pas nevojë me i rinumëru komplet nuk është se fenomeni është i shprehur në secilën komunë. Po besimi i publikut është minu, e qoftë edhe për 10 vota nëse janë keq përdorur në një komunë, do të me u siguru që ato adresojnë... Prishtina, ka pas pakënaqësi shumë mes Prishtinës, tash mos o sekret, se Filip Remi është kandidat mbrana subjektit politik, që tregojnë fakte dhe mesazhe që ka thonë tjetri për tjetrin, kur thotë prejnë e filanin. Jënë tash ato sillen, se Filip Remi i ka pa, i kena burimet e tona, Fidani çon mesazh Elvire sprej Eugeni, zbën me kalu kërësi Eugeni, kena pa, kjo është interferimi drejt për drejt në vjedhje. Çka priti Prishtina? Prishtina po flasim në më madh votuzve. Në mostrën e drejtaneshme Prishtina ka pas probleme cilat nuk janë përmasës industriale, po si tilla munden me pas ndikim, për shkak se nëse në fakt do të mundeshim edhe me i pa, dallimit të zojmë në mes të kandidatit fundi që e ka fituar mandatin, tjetrit në radhë, në disa prej partive cilat janë gardë fort në Prishtinë, dallimin votat e kandidatëve është më i madh se sa dallimi mes pas rinumërimit sa dallimin mes votave të kandidatëve. Që i bjen të zojmë në Prishtinë, nëse janë 500 vota dallim brenda një subjekti politik. Edhe dallimin mes kandidatit fundit dhe para fundit është 20-30 vota, kjo tregon që mundet me pas përmbysje të rezultatit. Megjithatë unë pres që deri në fund të procesit me pas një dinamik ma qetë për jashtë këtu komunën. A ka me kalu Prishtina letë, në bazë mostrave që a i kemi dhe? Unë besoj që po. Prishtina në bazë të mostrës prej 10% do duhet me qenë në mesin e komunave ka mesi lisës për ka niveli i keq përdorimit, por që pres të jenë të paktën 2 deri në 3 komuna tjera që niveli neto i dallimit ta kaloj mira voti, pra tjetë 4 shifrore sipër. 4 shifror. Prishtina mundet me dalë 4 shifror? Po, për shkak numrit madh votuzve. Pra, kjo duhet me u pa pak edhe në proporcion me sa ka banor. Në bazë mostrave, në cilat komuna pret me dalë me numër 4 shifror për keq përdorim të votave, ose vjedhje të votave? Prej komunave të mbetuna për rinumrim, besoj që Ferizaj Vushtri me gjas mundet me qenë 4 shifror, kur të rinumërohet pra Podojeva pa dyshim do të dalë me nivel 4 shifror, ngjashëm do të jetë edhe mbase komuna Mitrovicës, dhe një numër tjetër i komunave ku vrehet se ka të paktën nivel të parregullësive cilat e te i kalojnë këta që po e quajmë gabim. Pra shkoj shumë shpejt minutat. A mbas rinumërimit nivel nacional, mbas trendit, a mundet me ka dikush që ka me humbë edhe mandatin? Dikush që ka dalë, që ka fitu mandatin, ta humbë mandatin për shkak të spërdimit votave dhe mundësi tjetër nalt, brenda subjektit. Ndonëse se gjasat janë minimale edhe nëse ndodhë dhe tjetë maksimalisht për 1-2 kandidat, për bindjen time, a ka ndryshim në renditje është e parëndësishme në situatën e tanishme. Pra mjafton që edhe kandidat që nuk kanë hy, renditja me qenë e saktë. Sepse na gjithmonë e dim që të zojmë këtë rast lëvizja vendosje që do të ketë një pjesë të deputetëve që do të shkojnë si ministra, ata do të alirojnë vendin kandidatëve në radhë. Dhe është me rëndësi që kandidat që e në radhë me qenë të rangumë si që duhet. Pra, unë besoj që rangimi i deputetëve në fund ka rëndësi. Neve na duhet me pasë sa po ndryshon rangimi për gjithshëm i deputetëve, të gjitha subjektet politike, në mënyrë që me pasë sa ka interferu në fakt me të vërtet vullneti i komisionerëve tek vullneti real qytetar,
me shpresën që nuk do të arrim pikën ku na e kryjm krejt këtë verifikimin e rinumrimin, edhe në fund mandatet bëhen pavlefshme se shkojmë zgjedhje të reja për shkak të kësaj situate. KSZ-ja sot Valmiri Zëllënci, KSZ thasë që deri në fund muajit, në fillim i marsit, fillim të shkurtit kemi pas të rinumrume. Po pyetja shtrohet, a mund të mendoni një gjë e tillë edhe kur pritet certifikimi? Tu e ditë që tashmë që kemi deadline-in e fundit, kur kërkesën tonë ke thonë që në bazë rregullore s'na deri me 5 prill. Mars. Se në me mu edhe me në data jam shumë kes, më ka pikë që prilli nuk e di s'ka do me thonë, nuk e zgjedhën presidentin. Në ora 12 natës, veni shkon zgjedhjet jashtëzakonshme. Po këtë prill, zgjedhjet jashtëzakonshme se më ka tek, prill. 5 prill. Nuk e di ka po vjen, 5 prill. Ideja është kështu. Ky deklarimi i sotëm i KQZ-s për fundin e janarit besoj që është jashtëzakonisht optimist. Me një trend tillë, pra ne kemi edhe 1700 vendvotime afërsisht, më shumë se aq, cilat janë pa u numëru, edhe KQZ-ja po numëron me kapacitetet e shtume, të supozu që kanë me pas rrym, edhe nuk kanë me pas ndërprerje, po i numëron afërsisht 150 kuti brenda 2 ndërrimeve gjatë ditës. Që i bjen në 1800 kuti, duhen paktën 12 ditë prej sot për me u përmbyll si procedurë, që automatikisht na çon në fillim të shkurtit. Mas përfundimit procesit të rinumërimit, do të fillojnë me rrjedh 2 afate. Afati i parë është ankesa 48 orëshe në PZAP për mënyrën se çysh janë administru rinumërimet në QNR. Për shkak se mundet me pas kandidat cilët nuk do t'i besojnë as QNR-s, edhe i kanë 48 orë afat për me u anku në PZAP. PZAP-ja ka 72 orë kohë, pra 3 ditë për me u kthy përgjigje. Supremja? Pastaj këta i kanë 2 ditë kohë me u anku në Supreme, e Supremja e ka 5 ditë për me vendosë. Veç kjo afat, nëse i njekëm afatet maksimale, janë 12 ditë, që na çon automatikisht në mes të shkurtit. Nëse rezultatet shpallen atëherë, fillon një afat i ri 13 ditor për ankesa, që na çon neve në fund të muajit shkurt, në në fillim të marsit. Pra kjo gjithmonë duke supozu që nuk do të ketë vendimarrje të PZAP-s ose Supremës për disa çështje që ende mbeten pasqaruar. Është çështja e votave të ardhura me vonesë nga diaspora, është çështja e votave të fituar nga partitë e komuniteteve në zona ku nuk ka pjesëtar të atij komuniteti. Më nëse pjesë veçantë që se dul shumë interesant, disa fshatra shqiptare dulin disa vota. Edhe